Agjencia Rajonale e Mjedisit në Durrës ka pezulluar për të disatën herë punimet që po kryen në bashkia e këtij qyteti në sheshin Taulantja, pasi bashkia nuk disponon leje mjedisore. Megjithse ne kemi bllokuar, pezulluar punimet që me 14/6/2010, më vonë me 21/7/2010, me 15/10/2010, Bashkia e Durrësit ka vazhduar të kryejë punimet dhe më në fund, me qenë se ne kemi verifikuar se siç duket këtu, edhe tani ka ndërhyrje në vazhdimsi në bregun e detit për të zgjeruar e për të përfituar terren, ne jemi detyruar më në fund të bëjmë sërish pezullimin e punimeve. Përveç pezullimit të punimeve, ndaj bashkisë janë marrë edhe masa administrative, për shkak se inertet e nxjerra gjatë punimeve hidheshin në det. Sipas mjedisorëve, kjo është një masakër që i bëhet bregdetit në veçanti. Gjobë për bashkinë 2 milion lekë treja, për firmën ndërtuese 500.000 lekë treja, dhe të kërkojmë pezullimin e punimeve për cilat jemi drejtuar dhe Institutit Kombëtar Urbanistik, që në asnjë mënyrë të mos lejohet të vazhdojnë punimet më tej. Punimet në sheshin Taulantja janë pezulluar 3 herë gjatë vitit të shkuar për shkak të mungesës së lejes mjedisore. Agjencia e Mjedisit premton se ato do të rinisin, sapo bashkia të pajiset me lejen e posaçme mjedisore.